Unë them totalisht e paparashikuar për mua, por natyrisht që as e sigurt ose e qartë. Sot zoti Berisha ka sqaruar pozicionin e Partisë Demokratike dhe mua personalisht më duket një pozicion shumë logjik. Ka propozuar që një opozitë e bashkuar dalë me një kandidat të pavarur, cili nuk do të rreshtohej, pra nuk do të dilte me një logo të caktuar nga PAST, si kandidat i një partie që mbështetet nga parti të tjera, por si një kandidat i pavarur, dhe i cili do të mbështetej pastaj nga një shumicë sa më e madhe e partive opozitare. Dhe ka kërkuar në fakt që edhe kandidat të caktuar të shprehin dëshirat ose ambicet e tyre, dhe me këtë radhë, meqenëse edhe e kam mundësinë edhe publikisht, unë fakt po i drejtohem edhe zotit Berisha dhe kryesisë Partisë Demokratike, po dhe partive të tjera, dhe më paraqes edhe publikisht kandidaturën time për garën e ardhshme të Tiranës, me saktësisht të njëjtat kritere që dhe ai përcaktoi, duke qenë absolutisht dakord me të. Pra, kandidimi si një kandidat i pavarur, pa një logo specifike partie nga PAS, pra një kandidat i një shumice të opozitës, dhe natyrisht me mbështetjen pikërisht të shumicës opozitës, pra të partive kryesore të opozitës. Kështu që mund ta konsideroj zoti Berisha të përshqyrtim, të paraqitur përshqyrtim edhe kandidaturën time me këtë rast. Nuk do ta bëja një sqarim të vogël të rast. Në fakt, siç e thashë më përpara, ka qenë deri diku e papritur për mua, po ju jap një detaj të vogël, unë dje duhet isha nisur për në Francë, në fakt, për arsye familjare. Nuk e bëra dot pikërisht për kësaj situate, më është dashur të mendohem, të diskutojmë me miq plot. Jam gjendur në një situatë në cilën kam patur një numër të jashtëzakonshëm telefonatash, mesazhesh nga miq të ndryshëm, shpesh edhe njerëz të panjohur, të cilët në fakt më kanë dhënë një nxitje jashtëzakonisht madhe, deri diku të papritur, nuk e prisja të tillë, pikërisht për të dalë ose për ta ngritur, le të themi, një synim të caktuar, një kandidaturë caktuar në këtë lloj niveli.